Sot, në ditën e rinisë, le t'i japim besën njëri tjetrit. Ta çojmë ëndrrën e tyre në vend. Le ta shporim diktaturën e dytë. Kanë shpenzuar, nuk egzagjeroj nëse ju them miliarda, për të shkatruar ëndrrën e studentëve të jetorit, për të shkatruar Partinë Demokratike. 120 milion të anijet generator. Dhe vinte ajo zonja, na thoshte do hani bar, po ndoqët liderin tuaj. 30 milion euro me Gonigali. Miliona euro Vlautin, Mogherini, Kosi dhe të gjithë korruptuarit e tjerë ndërkombëtar. Dhe orët pa fund dhe milionat pa fund që shikoni çdo natë duke u marrë me Partinë Demokratike. Duhet ju bëjt besoni që kjo parti nuk shuhet kur, sepse kjo është partia atyre që sakrifikuan, i bën ballë regjimit terrorist të Enver Hoxhës. Kjo është partia e tribunit Leris Azem Ajdarit. Kjo është partia e Sali Berishës. Kjo është partia e njerëzve të lirë që kur nuk dorëzohen. Kokën lart demokrat. Si ka mundësi që ky ai duti këtu që protestoi për 0.7 milion dollar, të cilat kur nuk u morën. Si nuk flet ky për 97 milion euro të tuneli Llogaras, 430 milion euro incineratorët, 120 milion euro anije generator. Dhe vetëm me faktin që thot janë dardha, moll, kumbulla, ky është bashkëpunëtor. Por mediat nuk merren me këtë. Nuk thonë që ky dhe Luftar Hysa kanë qëndrime të ndryshme për të njëjtin takim. Njëri thot për libër, tjetri thot për kazino. Dhe Nietzsche i Spakut, Altin Mercenari, po të kishte një fije dinjiteti dhe kishte marrë në pyetje. Për para Belind Këlliçit, ky pranoi se ka shkelur ligjin, ka firmosur. Por Nietzsche i Spakut nuk guxon. Na thot janë krime intelektuale. Filozofi do të na bëjt besojmë që ne jemi budallëk dhe është i zgjuar. Dhe ky është intelektual që vjedh bukur. Ta janë xhambaz, miqtë e mi. Ta vjedhin hapur. Drejtora nga 30 milion euro. Është bërë miliarder i biri Kristashit. Një narkoman, një hajdut ordiner. Besoni se ju jeni po aq të mirë sa gjithë secili tjetri. Por kjo, miqtë e mi, nuk është betejë e emrash, kush është më i mirë se tjetri. Shqipëria është në prag të destabilizimit. Është çështje ekzistenciale. Besojeni që jeni po aq të mirë sa të tjerët. Dhe secili t'i jap 10% të paktën më shumë nga vetja. Të mos presim se çfarë bën partia për ne, por çfarë bëj unë për familjen time, për veten time, për kombin tim. Nuk e njoh Shkëlqim Hoxhën, s'ke i patur asnjë as përshëndetemi, por po ju them një gjë. Shkëlqimi e fitoi Bashkinë Rogozhin. Edhe një bashki të vogël. Nuk na e lan. Morën kutinë e burgut, e than fitoi PS-ja. Pasi u tham që fituam nesër të burgosurit, nuk mund të votojnë zgjedhje lokale. Po thën, do përsërisim zgjedhjet. Pra ta harroj çdo kush se mund të fitoj për ballti trafikantit këtu. Kështu u mori Mara. Se donë të dhvite Edi Rama 22.4 hektar tokë gjype, mos hapeshin dosjet. Por Altin Mercenari nuk guxon të hetoj të marrin pyetje. Për ushtrim ndikimit palishëm, për të pasuruar familjarët e vetë. 2 ura i financoj Belind Këlliçi, mungojnë, ai nuk e merr në hetim këtë. Këshura dhe Shkodra, miqtë e mi, se këta janë aq arrogant, sa mburen 1 muaj para zgjedhjeve kam marrë informacion, e kam çuar në kryesi, që Shkodra po bie se kanë marrë fshatrat. 2 javë para zgjedhjeve, arritën aq vota në qytet, sa ishën të bindur se do e mundin Bardh Spajin. Por me çfarë e mundën? Me krimin organizuar, me partinë shtet, me të blerë shpirtat e vuajtur të shqiptarëve.
Kështu u mor Bashkia e Elbasanit ndaj profesor Luciano Boçit. E kanë të faktuar që Gledis Llatja, apo Gledon Llatja si e ka, i nonejmi atje, lutej 2 javë para zgjedhjeve, edhe jashtë Elbasanit me njerëz me influencë, më ndihmoni se jam keq. Si mund dali njëri që është keq? 61-62% votave. Por ja morën profesor Lucianos me kompjuter. Votoi profesor Luciano, i dilte votat i tjetrit. Kështu u mor Kamza. Me vjedhje u mor Tirana, se kur nuk fiton të Erion Velia i përballë Belit Këlliçit. Na thoshin se mundi do të Velia se është i fort. Është i fort se ka lek, se është hajdut, se ka bandat. Jo se e meriton. Bërtë mos u zgjatur, ju lutem. Do jap edhe një shembull. Kur shkonin te Bashkia ishim më pak se kaq. Më thoshin pse shkon, se nuk e mundi do të Velia, është shumë i fort. I thosha, më fal, s'ka kauzë ishte para. Si s'ka kauzë, është vjedhur Tirana, janë vjedhur zgjedhjet. Të çlirojnë Tiranën, kjo është kauza. Mos shko se faktorizohet X-i, faktorizohet Belindi. I thosha, çdo kush do t'japi më shumë nga vetja, sepse në fund do jenë të gjithë fituar. Mos shko se mundi do të jeni 200 veta. I thosha ai burin dritare, di çfarë bën. Nuk më tradhton kur mua, nuk i tradhton kur demokratët, nuk e tradhton kur Shqipërinë. Sali Berisha është garancia që ky vend nuk do shkojnë gremin. I vetmi person që mund të ruaj stabilitetin politik dhe ekonomik në Shqipëri sot, në këtë gjendje ku jemi. Ndaj kokën lart demokrat, as si dyshim mos keni, kjo është forca më e madhe, shpresa e vetë në këtij vendi. Poshtë diktatura! Ju falenderit. Ne jemi ata që do të qëndrojmë të vendosur kundër komunizmit në vitet 90, por edhe sot. Ne jemi ata që do të sjellim ndryshimin. Mos ja vini veshin propagandës. Në fund do t'ja dalim. Tani ftoj për fjalën e saj Loranca Hoxha. Sot është 8 dhjetori, dita e rinis. Dhe dita e rinis është dita e shpresës. Sot duhet jem zërin zënësve të fshatit Domen, ku mësimin e zhvilloj në një shtëpi të rënuar, pa drazëzez, pa ngrohje, me banka të thyre dhe me tualete pa derë në fund të borrit. E ndërsa nxënësët e Domit thanë ftoftit, ministra Djela ngro portofolet e korrupsionit qeveritar. Ky është absurdi i Shqipërisë 3D dhe Shqipërisë vërtet që jetojmë ne. Janë politik për rinin, për vetmin institucionale që të rritë përjetojnë gjatë shkollimin, në nisjen e karrierës dhe krijimin e familjes. Shumë prej tyre detyrohet të heqin dorë nga ëndrrat ose të largohen jashtë për të shpëtuar qeverisë korruptuar. Vetëm Tiranë janë plagosur deri në humbje jete 110 nxënëses shkollash. Askush nuk flet, askush nuk reago, sepse mësuesit drejtorët as paguhen me dinjitet, as trajtohen me dinjitet. Arsimi ka kaluar plan 2 dhe partia në plan parë. Arsimit i mungon një politik kombëtare, nuk ka standarde, nuk ka manual, nuk ka vizion për një brez që jeton mes teknologjisë avancuar dhe realitetit të prapambetur të Shqipërisë.
se vetëm rinia mund të rrëzojë këtë regjim të korruptuar. Unë jam Loranca Hoxha dhe jam këtu mbështetje për çdo të ri, për çdo ide, për çdo denoncim që buron nga të rinj. Rrof Shqipëria, forca rinia. Sot, edhe ne duhet ta bëjmë, arrisim. Duhet të besojmë në fuqinë e të rinjve. Mund ta bëjmë. Ta njoftoj për fjalën e tij deputetin e Durrësit, Igli Cara.